Mariklen, nga të gjitha këndet, pamjet janë shumë të bukura, konkretisht, çfarë tipologjie do më Po këtu jemi në një nga pikat kryesore të hotelit tonë, hoteli i ri, po ashtu disponojmë disa tipologji të ndryshme dhomash, duke filluar nga dhoma single për një person, dhoma double për 2 persona, po ashtu variojmë deri në 5 ose 6 persona. Tipologjitë e hotelit janë të gjitha deluxe, po ashtu disponojmë dhoma që janë me pamje nga deti, siç dhe duket nga balkonet, është një oazë qetësie për klientët tanë. Cila është dhoma juaj më e shtrenjtë, suita më e shtrenjtë, keni një... Suitat vazhdojnë nga junior suite dhe deri tek presidential suite, ku suita presidenciale ka 2 dhoma në një derë private që ne kemi në hotelin tonë, ku mund të akomodohet një person shumë i rëndësishëm në një dhomë dhe nga krau tjetër është pjesa e security që është gjithë kohës aty, presidential suite. Kush ka qenë një personazh i njohur që ka qenë shumë personazhe të njohur, por ka qenë gjithmonë diçka e fshehtë sepse personazhet e njohur nuk kanë shumë dëshirë të prezantohen. Po janë të rangut politikan. Janë të rangut politikan, po ashtu nga showbizi. Pastaj duke vazhduar edhe nga junior suite që ne disponojmë disa të tilla në hotel që janë me jacuzzi, po ashtu pamja është shumë e bukur nga deti, siç dhe çdo dhomë tjetër e ka pamje nga deti, domethënë ne jemi kujdesur që gjitha dhomat të jenë me pamje nga deti, që njerëzit marrin atë që kërkojnë. Atë për cilën edhe kanë. Për cilën edhe vi. Tani kjo presidenciale sa është, se këto janë edhe çmime që janë në booking, kanë përshtypjen, po ndonjëherë janë në booking nuk i kemi sepse suita presidenciale është gjithmonë diçka që ne rezervojmë ekskluzive vetëm për klientë special që ne kemi. Dhe çmimet janë ndryshme sipas periudhave, po ashtu dhe sipas klientëve që dëshirojnë të rezervojnë patjetër. Për shembull, çmimi më i lartë që ka çmimi më i lartë shkon deri në 2500 euro nata, bashkë me dhomën e security dhe komplet shërbime tjera që ofrohen, po ashtu dhe në dhomë. Çfarë ka ndonjë shërbim ekskluziv për shembull në dhomë? Është shërbimi i kamarierit 24 orë, po ashtu një dhe recepcioni, ne kemi suita rezervohet nga dikush që është me personalitet lartë, normalisht ne kemi kamarier dhe recepcionist që janë 24 orë në shërbimin e suitës. Ndryshe nga dhoma tjera pastaj që është vetëm me fash orare i shërbimi në dhoma dhe po ashtu i recepcionit.